Leonard Ademaj është quajtur vëllai i vitit në Kosovë, dhe kjo jo rastësisht, pasi ai nuk u dorëzua dhe nuk u lodh asnjëherë se kërkuari drejtësi për motrën e tij. La pas dore punën dhe shumë obligime të tjera për të rendur me vite pas prokurorisë, gjykatës dhe thirrjeve të shpeshta për sqarim. Leonardi kishte vetëm një dëshirë, që motra e tij Liridona të prehet në paqe pas planit famkeq që orkestruan 3 burra me në krye bashkëshortin e saj. Më në fund, gjykata foli dhe shqiptarët kudo, në çdo vend të botës që jetojnë, dëgjuan vendimin e gjykatës së Kosovës. Në emër të popullit, Naim Urseli u dënua me burgim të përjetshëm. Edhe Granit Plava përfundoi në burg përjet, ndërsa Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vite. Lot gëzimi u pa në sytë e vëllait të Liridonës dhe babait të saj, i cili pasi falenderoi çdo njeri për mbështetjen, u shpreh se ky vendim shkon për 2 fëmijët e vajzës së tij, të cilët nuk do të munden më kurrë ta shohin maman e tyre. Aktualisht, 2 fëmijët e Liridonës jetojnë në Suedi me prindrit e Naimit, por ky lajm ka tronditur pa mas edhe babain e tij. Burime pranë familjes Murseli deklarojnë se pas vendimit të gjykatës, ku është provuar fajësia e të birit, babai i tij ka thënë: "Unë i qëndroj fjalës që kam thënë që në fillim, se nëse i mbir e ka bërë këtë gjë, e lënë në dorë të drejtësisë që të marrë dënimin që i takon. Keqardhje më të madhe e kam për këto 2 nipër, por i mbir të paguaj atë që ka bërë", mësoi të ketë thënë babai i Naim Urselit.